Mirëdita të gjithëve, atëherë në seancën e sotme publike kemi në renditës çështje për shqyrtim rishtas, të cilat kanë të bëjnë me shqyrtimin e kërkesës së Komitetit Përfaqësues të nismës ligjvënëse të zgjedhësve për regjistrimin e kësaj nisme për financimin shtetëror të trajtimeve shëndetësore të specializuara për fëmijët brenda ose jashtë vendit, kur ato nuk ofrohen nga sistemi publik i kujdesit shëndetësor. Ok, në rregull, pastaj e shohim. Pastaj kemi shqyrtimin e rezultatit verifikimit prokurorit të përgjithshëm për subjektin vetë deklarues zotin Desart Muzhaçi, kandidat për deputet i propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Koalicioni Euroatlantik për qarkun e Elbasanit për zgjedhjet e datës 11 maj 2025. Kemi shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të prokurorit të përgjithshëm për subjektin vetë deklarues zotin Gramos Ismailaj, kandidat për deputet i propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Aleanca Demokracia e Re për qarkun e Vlorës, por për zgjedhjet 11 maj 2025, shqyrtimin e rezultatit verifikimit prokurorit të përgjithshëm për subjektin vetë deklarues zotin Kreshnik Gjonaj, kandidat për deputet i propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Social-Demokrate qarku Lezhë, po për zgjedhjet 11 maj 2025, dhe kemi projekt vendimin për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Krujë. Ndërkohë janë të mbartura nga seancat e kaluara dy çështje, ajo që ka të bëjë me shqyrtimin administrativ të rezultatit verifikimit për subjektin vetë deklarues zotin Kreshnik Hajdari, kryetari i Bashkisë Kuçov, i propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë, dhe projekt vendimi për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore pjesëmarrëse për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 11 maj 2025. Atëherë, do të fillojmë me çështjet të cilat janë për shqyrtim rishtas dhe pastaj do të vazhdojmë me dy çështje të cilat janë të mbartura nga seancat e kaluara. Po më thoshit që do ndryshojmë radhën se Radha në rend është shqyrtimi i rezultateve të verifikimit për 3 rastet që ju sa. Dakor, vazhdojmë shkurtimisht në ato, vazhdojmë pasaj nga çështjet rishtas me shqyrtimin e projekt vendimi për nismën ligjvënëse. Dakor. Atëherë në të 3 rastet e rezultatit të verifikimit për kandidatët për deputet në 3 qarqe të ndryshme në zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj 2025, në muajin qershor na janë përcjell nga Prokuroria e Përgjithshme vendimet përkatëse për miratimin e rezultatit të verifikimit të thelluar. Në të 3 rastet rezulton se subjektet zgjedhore nuk kanë fituar mandat në 3 qarqet ku kanë kandiduar këta kandidat për deputet, ndaj në 3 projekt vendime që keni për shqyrtim dhe për miratim, ne vlerësojmë se ka humbur objekti dhe qëllimi i procedurës administrative, e cila ka filluar përpara ditës së zgjedhjeve, duke qenë që të 3 këta subjekte nuk e gëzojnë statusin e deputetit dhe në asnjë rast dhe për asnjë rrethan nuk do ta marrin këtë funksion publik në këtë legjislaturë. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, atëherë mbyllim procedurën administrative për të 3 rastet pa vendim përfundimtar, për arsyet të cilat ju i përmendët në relatimin tuaj. Kalojmë te pika e renditës që ka të bëjë me plotësimin e vakancës dhe mandemet të nismës ligjvënëse. Po, Këshilli i Bashkisë Krujë na ka njoftuar për krijimin e vakancës së krijuar nga këshilltari zoti Blendian Nazit Sula, propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë. Konstatojmë se kandidati vijues në lista shumëmërore i kësaj partie për Këshillin e Bashkisë, të cilit do duhet i kalojë mandati, është kandidati me numër rendor 5, zoti Ramazan Aslan Ndreu, i cili ka dorëzuar formularin e vetdeklarimit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kemi bërë verifikimet përkatëse, na rezulton se nuk ka ndryshime në përbërësit e gjendjes civile të këtij kandidati, nga sa thuhet nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, dhe as nuk është ky subjekt i dënuar me vendim penal të formës prerë, informacion që na vjen nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Ndaj të dhënat e zotit Ramazan Aslan Ndreu nuk përbëjnë kusht për moszgjedhjen e tij në funksionin e këshilltarit, ndaj propozohet plotësimi i vakancës në Këshillin e Bashkisë Krujë. Dakord, atëherë vendosim plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Krujë me kandidatin nga lista shumëmërore e Partisë Agrare Ambientaliste të Shqipërisë, zotin Ramazan Ndreu.
Po, kalojmë tek pika tjetër e rendit ditës. Po, atëherë projekt vendimi për shurtimin e kërkesës së komitetit përfaqësues të nismës ligjvënëse të zgjedhësve për regjistrimin e nismës për financimin shtetëror të trajtimit shëndetësor të specializuar për fëmijët brenda ose jashtë vendit, kur ky shërbim nuk ofrohet nga sistemi publik i kujdesit shëndetësor. Me vendimin tuaj numër 17 të datës 19 mars të këtij viti, ju miratuat fletën tip për mbledhjen e nënshkrimeve për këtë nismë ligjvënëse dhe në vendimin tuaj përcaktohej se afati për gjatë të cilit do duheshin mbledhur nënshkrimet ishte 3 muaj nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Përfaqësuesit e grupit nismëtar kanë depozituar në datën 22 qershor proces verbalin ku deklarojnë se në mbështetje të kësaj nisme ligjore u mblodhen 32.128 nënshkrime të ndara në 2079 flet tip. Kushti ligjor është minimumi 20.000 nënshkrime, ndaj ky numër në këtë rast është tejkaluar nga grupi nismëtar. Ne kemi bërë ndërkohë verifikimet përkatëse për 5% të nënshkrimeve të kushtit minimal përcaktuar nga ligji, pra 1.000 të tilla në këtë rast. Ka rezultuar se, siç e thash, numri i zgjedhësve që kanë mbështetur listën e plotson këtë numër dhe ne vlerësojmë se nënshkrimet e depozituara nga përfaqësuesit e nismës ligjvënëse janë dorëzuar tërësisht në përputhje me kërkesat e ligjit, dhe si të tilla duhet të pranohen. Kjo propozohet në projekt vendimin që keni për shqyrtim. Faleminderit. Ka përfaqësues nga Po, ka. grupi? Po, ka përfaqësues. Dëshiron dikush të Unë jam njëri nga përfaqësuesit bashkë me kolegët e tjerë dhe të tjerë faqe të donin të dëshironin të merrin pjesë. Vetëm për qëllim të identifikimit jo. Emër edhe rregull, dakor. Okej. Atëherë unë quhem Martion Beqiraj, jam në profesion avokat, jam nga Durrësi, jam njëri nga anëtarët e nismës bashkë me kolegët e tjerë dhe të tjerë që donin të merrin pjesë në respekt sa mbledhje, por nuk patën mundësi. Atëherë nisma është miratuar nga ana juaj, siç edhe u relatua, nga grupi është kryer një procedurë rregull për mbledhjen e nënshkrimeve të qytetarëve, duke i dhënë qytetarëve informacionin e nevojshëm për nismën ligjvënëse, çfarë qëllimi ka ajo, objektin dhe çfarë propozohet. Nga e gjithë procedura e ndjekur në disa qytete të Shqipërisë, janë mbledhur 32.128 nënshkrime nga qytetarë, të cilët janë të grup moshës që janë votues, zgjedhës dhe me banim në Shqipëri dhe kanë dhënë pëlqimin e tyre në formularet përkatës. Ne do të vlerësoni ta miratonit këtë nisëm, që më pas t'i japim rrugë asaj për vijuar në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë sipas parashikimeve ligjore. Faleminderit. Mirë. Dikush tjetër nuk dëshiron të flasë? Dakor. Mirë, faleminderit. Atëherë dakord, dhe miratojmë kërkesën tuaj. Nëse dhe ju nuk keni ndonjë pretendim tjetër, e gjejmë atë në përputhje me parashikimet e ligjit. Mirë, kemi përfunduar këtu me çështjet të cilat janë për shqyrtim rishtas dhe vazhdojmë tani me çështjet e mbartura. Në para ka të bëjmë me shqyrtimin administrativ të rezultatit verifikimit për subjektin vetë deklarues zotin Kreshnik Ajdari, kryetari i Bashkisë Kuçovi, propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste. Bëjmë një switch, apo nëse po. Ndjesë, po përfundojmë me të pikën tjetër të rendit ditës.
Ka dakordsi nga përfaqësuesi autorizuar? Atëherë po bëjmë ndryshimin në rendin e ditës, do vazhdojmë me projekt vendimi që ka të bëjë me shqyrtimin e raportit përfundimtar të gjetjeve të raportime financiare të subjekteve zgjedhore për zgjedhjet e 11 maj 2025. Po, vazhdojmë. Faleminderit. Atëherë në seancën publike të datës 21 maj, pas relatimit të raportit të gjetjeve, ju i lat afat palëve për paraqitjen e prapësimeve dhe dokumentacionit mbështetës në rastet që lidheshin me sanksionet të propozuara mbi shkeljet e evidentuara nga audituesit ligjor nga disa subjekte zgjedhore si dhe disa kandidat. Nga ai moment deri sot kemi marrë prapësime nga Koalicioni Euroatlantik, nga Partia Fryma e Re Demokratike, nga Partia Republikane, nga kandidati zoti Qani Xhafa, nga kandidati zoti Skënder Muça dhe nga kandidati zoti Amarildo Hoxha. Prapësimet e dokumentacionit paraqitur janë administruar dhe janë marrë në shqyrtim gjatë vlerësimit përfundimtar të gjetjeve të auditimit, por ndërkohë ka përfaqësues të tjerë subjekteve të cilët konstatoheshin me shkelje në raportin e gjetjeve, të cilët do të paraqesin, kanë zgjedhur të paraqesin prapësimet në këtë seancë sot. Mirë, atëre vijojmë me secilin për jush nga e majtën e djathtë, nga e djathtë në të majtën, ose nëse përfaqësuesi i Partisë Demokratike dhe i koalicionit do të bëjë një përmbledhje dhe pastaj japim fjalën secilit prej kandidatëve, si të doni. Po, faleminderit zoti Celibashi. Në kontakt jemi tërkohës me kandidatët dhe me persona që preken nga kjo, po themi, nga kjo pikë e rendit ditës dhe nëse mundet që ta nisim me personat që janë këtu prezent, ndërkohë kemi vetëm zonjën Alma Kore, që është e para në listë faktikisht, e cila është duke ardhur dhe mund ta shqyrtojmë besoj gjatë seancës në momentin që do mbarojmë me të tjerat në fillim. Ne nuk është se kemi një fjalë të përgjithshme për të mbajtur në lidhje me këtë çështje, por i kemi më konkretisht se sipas secilit kandidat, bashkë me mua sot si përfaqësuesi i përhershëm i Partisë Demokratike në KSZ, kemi sot edhe zotin Arben Ibroja, i cili është, po themi, përgjegjës për aspektin financiar në Partinë Demokratike dhe do përfaqësoj po ashtu, do japi shpjegimet e veta dhe do përfaqësoj po ashtu një pjesë kandidate për cilët kemi edhe prokuror. Si për shembull kemi këtu rastin e pa vënë dispozicion, po përfitoj nga rasti për zonjën Doko. Ndërkohë kemi edhe rastet e tjera, po do bësh një prezantim Bent? Mund thjesht si emër, kam qenë prezantim Arben Ibroja. Në fakt, shumica kandidatëve që kam arritur të shoh është për keq kuptim të sistemit PERF, që kandidatët e kanë quajtur paraqitjen e shpenzimeve të veta, jo të nevojshme për t'i shkruar në sistemin PERF si shpenzim, si e ardhur, si e ardhur, por e kanë paraqitur vetëm si shpenzim. Pra ato e kanë quajtur të ardhura vetëm nga të tretët, nëse do kishin të tretët. Kjo është ajo që ka audituesi ka arritur me patë si në të përgjithshme, ta themi. Pastaj kandidatët do t'i shohim gjitha me radhë, sepse kanë specifikat veçanta për çdo njeri. Faleminderit. Kaq kishim për të thënë. Përgjithshme, pastaj për kandidat do t'i shohim, do të ndërrim kësaj. Okej, dakor, mirë. Zgjidheni vetë ratën, ndërmjet jush nuk ka. Vetëm do të prezantojeni emër mbi emër edhe kandidati cilit subjekt keni qenë. Atëherë unë quhem Elira Xhaferi, jam përfaqësuesja e kandidatit për deputet dhe deputeta Ani Besar Xhaferi. Gjatë raportit auditues janë gjetur 2 pika, të cilat është marrë pastaj dhe vendimi. Pika e parë ishte për shkak të dyzurimeve të bërë nga persona fizik, në të cilin në raportin PERF nuk ishin të vendosura niptet dhe emrat. Edhe në gjetjen e audituesit është shënuar më poshtë që të dyja këto janë gjetur në bankën dhe në dokumentat e tjera të cilat janë paraqitur
në shtojcat përkatëse, shtojca numër 5 dhe shtojca numër 6, që janë dorëzuar dhe zyrtarisht KQZ-s bashkë me raportin financiar përkatës. Për të shtuar në momentin e plotësimit në sistemin PERF janë hasur disa problematika dhe jo të gjitha le të themi të dhënat aty ishin të detyrueshme për të plotësuar. Në të dyja rastet është plotësuar që janë persona juridik, është vendosur dhe vlera, thjesht aty nuk është paraqitur emri, mbiemri dhe NIPT-i, të cilët pastaj janë gjetur në shtojcat përkatëse të dorëzuara dhe nga banka e kandidatit, të cilat kanë qenë të verifikueshme se cilat mungonin. Pika e dytë ishte kontributi për vetë financim nga kandidati, që është dhuruar pas përfundimit të fushatës. Është bërë një transfer nga llogaria personale e kandidatit në llogarinë e posaçme për shkak se në qershor jemi vënë në dieni të një fature tatimore, e cila është gjeneruar për shpenzime që janë bërë gjatë fushatës. Dhe duke qenë se në llogarinë e posaçme nuk ka pasur fonde të mjaftueshme, është të bërë një kalim nga kandidati vet për të mbuluar diferencën e cila doli nga mbetjet që kishim. Kjo llogari ka qenë e hapur dhe për 60 ditë të tjera, nuk është se kemi pasur ndonjë pengesë që nuk na është lejuar pjesa e kalimit. Dhe në legjislacion nuk kemi gjetur diçka të cilat të ndalonte që vetë kandidati të mund të mbulonte shpenzimin e gjeneruar pas afatit të fushatës. Dakor, faleminderit. Po, zotëria tjetër? Përshëndetje, Mario Runa, kandidat për deputet i zgjedhje 11 maj 2025 Alianca për Shqipëri Madhështore. Tek raportet financiare që kam bërë, ka partur për shembull ka raportuar dhurimin në natyrë të një objekti me sipërfaqe 12 metra katror i cili është përdorur për ambient fushate. Dhe aty faktikisht është bërë një gabim njerëzor, e cila nuk ka pasur asnjë lloj fshehje, e cila është shënuar 500 lekë në muaj, por faktikisht ka qenë 5000 lekë në muaj. Ka patur dhe një raportim tjetër me të dhënat e faturave, të cilat i kam raportuar të tëra. Dhe gabimisht një gabim tjetër njerëzor i cili ka marruar të shtojë edhe një faturë shtesë, por në statementi llogarisë bankare, të cilët e kam kërkuar në llogaria posaçme, aty kanë qenë të tëra të dhënat e mia dhe çdo lëvizje bankare që është bërë, domethënë nuk ka pasur asnjë lloj tendencie fshehje. Dhe ka qenë edhe raportim tjetër për dhurimet financiare dhe dhurimet natyrë. Dy dhurime financiare të cilat janë firmosur, janë dhuruar gjatë fushatës, por firma tyre ka qenë gjatë muajve jashtë fushatës dhe ka qenë dhe një dhurim natyrë i ambientit me qira. Këto kisha për momentin. Faleminderit. Po. Mund të shtoj qoftë për rastin e parë. Rasti i parë është plotësuar tabela, siç ka thënë udhëzimit e KQZ-s, është pasyra numër 6, është dorëzuar, është futur në sistemin PERF, është ngarkuar, pra janë të shkruar, personi juridik është i shkruar aty. Thjesht kur kanë shkruar të ardhurat, te faqja te seksioni 1, te të ardhurat, nuk ta jep dytërim që të plotësohen gjitha ato rubrikat, vetëm të jep personi juridik edhe sasinë e lekëve. Dhe kjo është ajo që është kap si shkele, unë nuk e di pse, po megjithatë janë dokumentacionet, është bërë si mas, është futur te llogaria posaçme hapën kandidatit Besar Xhaferi për këtë qëllim. Kurse për sa i takon kandidatit dytë Mario Runa, nuk e shpjegoj, domethënë u përpoq me thënë pak më trash, po unë po them pak më të thellësishme. Ajo gjetja që është bërë për një ambient ku është 12 metra katror, ku me vendim këshillit ministrave qiraja për atë ambient, për atë kohë është 3.337 lekë. Sipas referencave me qeveria. Dhe kandidati gabimisht e ka bërë 500, faktikisht duhet 5.000, por mshehja nuk ka pas për natyrë sepse ka qenë dhurim në natyrë dhe mund ta shkruajë edhe 50.000 prap brenda rregullave, brenda ligjit, që ky është ideja e saj aty.
Për sa i takon faturës që nuk është shkruar si shpenzim te seksioni 2, rezulton që atë faturë është kryer me transferit bankare nga llogaria posaçme. Pra nuk ka pas tendencë për ta mshë 10.000 lekë të reja, sepse e ka pasur te llogaria posaçme, si të ardhën e futën, e hapën për këtë qëllim për fushat dhe ka kaluar prej aty është baja. Kurse sa i takon pikës 3, bëhet fjalë për nenin natë 2 fraksion 1 që duhet plotësojnë që s'ke konflikt interesi dhe kjo është plotësuar rreth 10 ditë apo 15 ditë mas ditës së votimit. Pra lekët janë marrur që më përpara, por thjesht është bërë ky plotësim, ky lloj gjëje. Dhe unë nuk shoh domthonjë që të vetëm për mshëja apo në një lloj gjëje tjetër që është klasifikuar aty për mosdeklarim të saktë. Këtë kisha, faleminderit. Nëse mundet vetëm diçka shtesë dhe unë në vazhdon e atyre që u thamë, po e nis nga zoti Runa, do më thonë të paktën me që nëse kishte edhe disa element që ashtu patjetër që ashtu si kundër tha dhe vetë kandidati këtu prezent dhe zoti Ibroja këtu, bëhet fjalë për një lapsus në për llogaritjen, jo në plotësimin e dhënës, për sa i takon vlerës të çmimit të referencës në këtyre ambienteve të marra as me qera, po të marra po themi në përdorim në natyrë, që konsiderohet e ardhur në natyrë. Dhe është një gabim njerëzor, aq më tepër që dihet se në Shqipëri ndodh shpesh herë që edhe këto ngatërresat me lekë të vjetra dhe lekë të reja pastaj janë. Po në këtë rast është e dukur, është mjaft e qartë që kemi të bëjmë me një gabim njerëzor për një zero më pak nga ajo që duhet ishte deklaruar për të qenë korrekt dhe me çmimin e referencës dhe me tjera. Pra nuk ka absolutisht asnjë lloj tendence, duket që nuk ka asnjë lloj tendence për të fshehur asnjë gjë, se për më tepër jemi brenda kufive normal sa i takon po themi atyre niveleve që lejohen nga ligji. Po ashtu edhe për shpenzimet e tjera, që janë dhënë të detajuara, nuk ka absolutisht asnjë lloj, ne nuk shohim asnjë lloj tendence për të, po themi për të shmangur. Vlerat janë minimale, po i referohemi këtyre faturave, pra përgjetjen e pikës 2, ku thuhet që nga verifikimi i veprimeve nga llogaria posaçme bankare, shpenzimet e kandidatit nuk përputhen me shpenzimet e raportuara, kandidati ka kryer shpenzime, thot audituesi, gjithmonë gjetet audituesi. Sipas audituesit, kandidati ka kryer shpenzime me para në vlerë totale 102.561 lekë nga disa shitës apo nga disa furnizues, ndërsa në raporte ka deklaruar shpenzime në para në vlerë 92.313 lekë, pa i ndarë sipas furnizuesve apo vetëm duke i klasifikuar si shpenzime për mitingje, tubime dhe aktivitete në fushat. Faturat e shpenzimeve në mënyrë të detajuar i kemi dhënë, i kemi këtu dhe besoj i kemi depozituar tashmë, si janë 5 fatura kryesisht të detajuara për shpenzimet si Ola 1 SHPK me një vlerë, po themi 23.400 lekë, faturë datës 8/4/2025, e dyta është Studio Vlora Marketing, 9/4/2025 në vlerë 440.000 lekë të reja, për të qenë korrekt. Emerald, nuk po i citoj dhe emrat e subjekteve. Fatura e tretë në vlerën 18.688 lekë, fatura e katërt Flet Palosje, që pretendohet se nuk është deklaruar, 3/4/2025 në vlerën 10.000 lekë të reja, dhe Facebook, pra po themi fatura që ka të bëjë me kompaninë Meta, 10.474 lekë. Pra të gjitha së bashku janë një vlerë relativisht e ulët, edhe sikur të konstatohet që ka një shkelje, ne gjithsesi ne mendojmë që këtu janë për shkak të gabimit njerëzor dhe nuk mendojmë se ka asnjë lloj tendence për shkelje. Dhe sikur të konstatohen shkelje, këto nuk e përligjin, gjykojmë ne, një lloj mase administrative kaq të rëndë sa që mund të jetë e parashikuar. Për sa i takon rastit të zotit Xhaferi, edhe përfaqësuesja këtu prezente sqaroi dhe ka depozituar tashmë dhe dokumentat provues bashkë me prokurën. Ka 2 element, kandidati Besar Xhaferi, kanë qenë 2 dhurime nga persona fizik me vlerë totale 100.000 lekë, nga 50.000 lekë secila, pa emër dhe NIP në raport, sipas raportit gjithmonë, por nga verifikimet e llogarisë të posaçme, ato janë mjaft të qarta të dhëna se nga vijnë këto burime dhe janë kryesisht nga 2 persona fizik, pa i cituar. Pra përgjigjja për këtë lloj gjetjesh
apo këto lloj konstatime që ka bërë audituesi i KQZ-s në këtë rast është se këto llogari të posaçme pra llogaria e posaçme e kandidatit në bank, ku janë regjistruar 2 dhurimet financiare në datën përkatësisht 1 maj 2025 në vlerën 50.000 lekë dhe në 2 maj 2025 në vlerën po ashtu 50.000 lekë, të dyja dhurimet financiare janë plotësuar rregullisht në shtojcën 5 te deklarata nënshkruar nga dhuruesi për zgjedhjet në kuvende. Si dhe shtojca 6 e theksojmë të shtojca 6 tabela e fondeve të përfituara nga kandidatët e listave shumë emërore apo kandidatët e pavarur, në këtë rast PTPD ASHM, nga person fizik apo juridik vendas për zgjedhjet në kuvend, për të cilat janë pasqyruar plotësisht të dhënat e dhuruesve, pra janë plotësuar tabelat, si tabela numër shtojca 5, po ashtu dhe shtojca 6. Ky dokumentacion i plotësuar është dorëzuar në KQZ së bashku me raporti financiar përmbledhës. Por ndoshta gjatë procesit të raportimit online në sistemin PERF, di që janë pak çështje teknike, ndoshta për ata që na dëgjojnë, por sistemi PERF janë hasur paqartësi dhe problematika teknike në ndërfaqe. Për këtë arsye sistemi në qendrimin tonë pra nuk ka mundësuar pasqyrimin automatik të emrave të dhuruesve në rubrikat përkatëse. Megjithatë, ky informacion ishte dorëzuar tashmë, ka qenë i depozituar, i plotësuar në mënyrë korrekte me dokumentat fizik, madje para audituesit. Para se sa të vinte të fillonte puna audituese dhe të gjente këto shkeljet pretenduara. Pra kanë qenë mjaft specifikuara në dokumentin fizik që vetë kandidati ka depozituar. Nuk ka asnjë lloj tendence për të fshehur asgjë edhe në këtë rast. Për sa i takon pikës së dytë ndaj zotit pretendimit dytë ndaj zotit Besar Xhaferi, kontributi për vetë financim nga kandidati thuhet në vlerë 360.000 lekë është dhuruar pas përfundimit të fushatës zgjedhore. Atëherë, sqarojmë në lidhje me këtë pikë që depozitimi i shumës 360.000 lekë nga fondet vetjake të kandidatit në llogarinë e posaçme bankare është kryer në datë 5/6/2025. Po, është pas datës zgjedhjeve, nuk ka nevojë për ekspert sepse të gjithë e dinim datën e zgjedhjeve. Dhe kjo verifikohet lehtësisht, por kjo përbën një veprim plotësisht ligjshëm. Nuk shohim ku është këtu shkelja e ligjit. Është plotësisht e ligjshme dhe përputhet me kuadrin ligjor dhe atë rregullator në fuqi. Ky veprim është kryer me qëllim likuidimin e detyrimeve të prapambetura ose të papaguara ende të fushatës, konkretisht për pagesën e pjesshme të faturës numër 1 përpara mbylljes së periudhës financiare. Pra, mbështetur në nenin 92 fraksion 2 të Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë dhe vendimit numër 9 datë 29 i pari 2022 Komisioni Rregullator për KQZ-s, legjislacioni në fuqi, ju e dini fare mirë, nuk parashikon asnjë ndalim apo pengesë që kandidatit përdor fondet e veta për të shlyer faturat e fushatës brenda fatit prej 60 ditësh nga shpallja e rezultateve. Kohë në cilën llogaria bankare qëndron aktive, pikërisht për këtë qëllim dhe rezultatet janë shpallur zyrtarisht mbas datës 4 shtator, kur u dha vendimi i kolegjit zgjedhor, me sa më kujtohet sepse kam qenë vetë prezant. Kështu që ishin plotësisht brenda afatit për të kryer veprimet, pagesat, për sa kohë ka qenë hapur akoma, po themi, llogaria e posaçme dhe çdo gjë ka qenë aktive. Këto ishin pak a shumë sqarime, nuk e di nëse ka diçka për shtuar. Edhe legjislacioni shqiptar në lidhje me financën e lejon mbartjen e borxhit që njeh kashi kompanie. Pra është një pjesë që e ka bërë pak më vonë. Faturë domthon. Brenda asaj ka qenë. Brenda dhe e ka kryer dhe këtë depozitime ka bërë te dhuria posaçme, që është hapur për këtë lloj qëllimi. Shikon, këtu diskutimi nuk ka të bëjë me faktin nëse kandidatët këtu apo dhe kandidatët tjerë të caktuar kanë patur si qëllim apo kanë dashur që të fshehin si të ardhurat ashtu dhe shpenzimet. Nuk po flasim për këtë. Edhe Kodi Zgjedhor nuk trajton këtë rast. Penalitetet në këtë rast nuk do të ishin administrative, do të ishin penale dhe nuk jemi para këtij rasti. Ne jemi para rastit kur pretendohet ose mendohet që kandidatët caktuar apo dhe subjekte zgjedhor të tjerë të caktuar, parti politike, nga pikpamja e formës e procedurës gjatë procesit të deklarimit të ardhurave të shpenzimeve në rastin e fushatave zgjedhore, nuk kanë respektuar këto procedura apo të parashikimet e kodit zgjedhor. Ky është gjithë diskutimi. Dhe ne duam të kuptojmë që ekziston apo nuk ekziston ky gabim. Ekziston apo nuk ekziston kjo pasaktësi.
Pastaj çështja e vlerës së sanksioneve nuk është një çështje KQZ, është një çështje e ligjit. Ligji ka parashikuar ato sanksione në atë vlerë. Dhe në kuadër të verifikimit të qenies apo jo të këtyre pasaktësive apo të mos respektimit të këtyre procedurave, ne duam të verifikojmë që këto janë, si thua, me faj, jo në kuptimin e fajit penal, po të fajit administrativ apo pa faj. Nëse janë pa faj, natyrisht që nuk do ketë sankcion administrativ. Por nëse këto rezultojnë që janë me faj nga kjo pikpamje, atëherë do ketë sankcion administrativ. Qëllimi i kësaj seance, 1 minutë ta mbaroj, qëllimi i kësaj seance është pikërisht të kuptojmë, por kjo gjë që ne kemi konstatuar, pse ka ndodhur? Edhe shpjegimi që ju jepni është shpjegimi bazuar në prova, në dokumenta, është shpjegim logjik apo se edhe nëse vjen dhe thua që unë nuk e dija këtë, ky nuk është shpjegim. Prandaj ne këtë po përpiqemi të sqarojmë sot, të duam të kuptojmë që këto pasaktësi janë rrjedhoje kujt? Veprimi, mos veprimi, qëndrimi subjektiv të subjekteve të kandidatëve në këtë rast. Kështu që është pa nevojë për rastin që po shqyrtojmë të shpjegoni që nuk ka pas qëllim. E dim shumë mirë që nuk ka pas qëllim, se po të ishte kështu, do ishte në një zyrë tjetër duke diskutuar, duke debatuar. Po. Në rast se do të themi për rastin e zotit Besar Xhaferi, nuk ka qartë i dha pretendime. Nuk ka asnjë lloj gjëje domosdoshmë sepse i ka paraqitur të KQZ. Okej, në rastin e zotit Runa, kemi të bëjmë thjesht me një faturë që ky e ka bërë te llogaria vetë e posaçme, e ka paraqitur si faturë, ja ka paraqitur audituesit, por ka harruar që ta vënë tek thuja sistemi perf për ngarkimin e saj. Por besoj se këtu pastaj kemi edhe një që vetë ju si KQZ keni thënë, gjatë vlerësimit të sanksioneve KQZ aplikon parimet e proporcionalitetit, duke marrë rrethanat e kryesshkëlqes, rëndësinë e shkeljes, nëse subjekti zgjedhor ose jo përsërit, pasojat që kanë varur për gjithë respektin, ndjes se po ndërpres, do të lutem që këtë të mos na tregoni se këtë do ta vlerësojmë, ne e dim këtë që kur të bëjmë vlerësimin e kësaj gjës, do të shikojmë proporcionalitetin, do të shikojmë angazhimin e secili prej kandidatëve në këtë proces. Opozitën, domethënë se kena edhe të pak tronditën, domethënë. Këtë se zit do të... Këtë duhet ta zgjidhni vetë këtë, nuk se... Përshëndetje, zoti Celibashi. Po. Unë quhem Kristiano Koçibelli, kam qenë kandidati i Partisë Demokratike dhe i partive aleate në qarkun e Korçës. Në lidhje me rastin tim, audituesi ka raportuar pra që mungojnë faturat, që janë 2 fatura dhe nuk ka raportuar të ardhurat. Në fakt edhe faturat edhe të ardhurat janë raportuar si në sistemin PERF, ashtu edhe janë depozituar fizikisht pranë KQZ-s. Gjithashtu edhe audituesit ja kam dërguar emailin, pra ku i kam raportuar edhe shpenzimet edhe faturat. E kemi këtë një screenshot të këtij emaili ose një? Po, absolutisht e kam. E kam mund t'ja... Po, do të na vendosësh në dispozicion. Po, në lidhje me rastin tim, pra unë kam gjithsej 2 fatura, njëra është 80.000 lekë, njëra është 20.000 lekë, pra 100.000 lekë të reja. Kam hapur llogarinë e posaçme të fushatës, derdhja është bërë nga llogaria ime e personit fizik, pra nga biznesi im, është bërë llogaria 100.000 lekë tek llogaria e fushatës e kandidatit. Pagesat janë bërë brenda fushatës zgjedhore, faturat janë bërë brenda fushatës zgjedhore, deklarimet janë bërë si tek audituesi, ashtu edhe tek sistemi, ashtu edhe fizikisht tek QZ-ja. Ky është konstatimi im, pra. I kam zbatuar gjitha pikat. Mirë, dakord. Screenshot ose një fotokopje të screenshotit. T'ja u dërgoj me email apo e doni? Nëse e keni këtu, emailin e kam në telefon, mund ta... Okej, dërgojni tek emaili i kontaktit të KQZ-s që keni komunikuar nëse... Jo, s'ka mund. Nuk e keni. Jo. Okej, s'ka problem se... Po. Kur ta kemi? Dakor, po lidhem atëherë me zonjën edhe. Po. Ja, kaloj. Mirë, faleminderit. Përshëndetje. Unë jam Qani Xhafa, ish kandidat për deputet i Partisë Demokratike Alanca për Shqipërinë Mashtore, i propozuar nga Partia Republikane.
Ju jam drejtuar dhe me oponent që ju i nderuar krye komisioner. Kam takuar dhe një auditues më duket djalin që është të zyrat. Pretendohet se kam deklaruar tërheqjen e shumë prej 62.000 lekësh për llogaritë të studit grafike Elvi Print me 17 2026. U kam vënë dispozicion mandatin e tërheqjes. Nuk ka pas faturë pasi Elvi Print e ka bërë gjithë dhe i ka përpjestuar të gjithë kandidatëve sipas metra katror që ne mbulon në për zyra, për veshin e zyrave. Kështu që nuk ka në shkelje si pretendon nga ana juaj. Po kështu, gjoj, unë kam deklaruar një shpenzim 60.000 lekë të brenda 31 mars 2025 për llogaritë e Vjala Dako. Vjala Dako është punojëse banke, nuk është subjekt. Pasi kjo tërheqje është bërë me lekë kesh, për faktin sepse zyrat zgjedhore janë me kontratë qeraje dhe nuk kanë hapur numër llogarie që mund të bëjmë me transfert. Kështu janë 60.000 lekë për zotin Luan Gaça dhe Luan Sulmina, i kam në dispozicion dhe kontratët e qeras për të dy këto zyra. Që besoj. E vetmja shkelje, për shkak që pretendohet, ja, unë kur kam bërë likuidimin e faturës fundit për 70.000 lekësh, nga shuma 1 milion lekë të reja që kam patur tek llogaria e posaçme, mungonin dhe 40.000 lekë që të mbyllet komplet llogaritë. Edhe këto e kam fut kesh nga xhepi, po në llogarinë e posaçme. Kjo besoj që nuk përbën shkelje financiare, që të thojë unë që këto mi dha gruaja apo fëmijët. Ndoshta e vit një gjë që është kjo ngelet që si kam deklaruar burime 40.000 lekë të reja. Dokumentacioni është në dispozicion, edhe atje dhe këtu kam prapë të printuar të gjithë faturat dhe tërheqjet kesh. Faleminderit. Sipas vlerësimit dhe është rasti për ta thënë këtë, edhe pse nuk është se do marrë në një eko të madhe publike, sidomos shumë kohë përpara datës zgjedhjeve, nuk ka njëri vëmendjen kësaj çfarë do të them në vijim. Në fakt është një përgjegjësi shumë e madhe e vetë partive politike, të cilët angazhojnë njerëz si kandidat, pasi ato nuk i kushtojnë vëmendje këtij aspekti të kodit zgjedhor, të rregullave mbi financimin të mbajtjes. Ftojnë njerëzit për të kandiduar, por në fakt do duhet të sqarojnë disa, se jo të gjithë kanë njohuritë që duhen për procesin zgjedhor në cilin ata angazhohen si kandidat. Ndaj është me rëndësi ta theksojmë që është përgjegjësi e partive politike, veçanërisht e partive kryesore politike, që në këtë proces duhet kenë vëmendjen për të zhvilluar edhe trajnime dhe komunikime për të uniformizuar gjithë të procesin që lidhet me deklarimet e financave për fushatën zgjedhore. Është dikush tjetër? Kandidatë të tjerë? Vazhdojmë me Albana Dokën. Kemi rastin e zonjës Valbona Doko, më falni. Kandidate. Kemi E kemi prokurën, e kemi depozituar, më duhet prokurën. Po, e lam që në fillim. Kemi të bëjmë me 2 gjetje, ose 3 gjetje, më falë. Atë që unë thash që në fillim, që ka raportuar shpenzimit në natyrë në vlerën 110.814 lekë në seksionin detaje dhe përmbledhje. Raporti specifik në seksionin 2 shpenzime kandidatit në deklarat të ardhura, kjo shumë nuk është raportuar. Pra, të dhurimit në natyrë, vetë sistemi PERF nuk të lejoti që ta shkruash edhe tek shpenzimet këte. Vetëm tek seksioni dhurim në natyrë do ta deklarosh, edhe vetë sistemi i merrte dhe i çotet e detajet. Pra, aty për mu, audituesi është keq kuptu. Nuk mund të vëmë 2 herë, se po t'i vëmë 2 herë, bëhet shtesë. Dhe kemi shpjeguar pse nuk mund bëhet kjo. Dhe gjetja tjetër është mungon ekstrakte dhe llogarisë bankare. Nuk ka paraqitur ekstrakt dhe llogarisë bankare, se nuk ka hap kandidate, sepse nuk ka marrë asnjë donacion nga të tretët.
Mungojnë faturat dhe shpenzimet. Jo, të gjitha e kanë qenë të paraqitura dhe janë edhe në sistemin PERF. Pra, për mu, të ky rast, auditusi, nuk po them se s'ka ditur që t'i shoh, por janë të gjitha të paraqitura në KQZ që në momentin kur është dorëzuar ky raport. E vetmja gjatë që auditusi e ka keq kuptuar është ajo pika parë ku thotë që shpenzimet të dhurimet në natyrë duhet të shkruhen edhe si shpenzime. Jo, nuk mund të shkruhen. Se nuk e lejon sistemi. Kjo është për sa i takon, në qoftë se doni unë futem edhe me detaje për faturat që i ka paraqitur vetë. Jo, s'ka, nuk është thjesht faturat, thëtë si ka paraqitur, fakti ka paraqitur dhe i ka dhe në sistemin PERF të ngarkuar. I ka të ngarkuar. Po patjetër, i ka dhe fizikisht të dorëzuar në të kohën kur e dorëzuar dokumentacioni. Mirë, nuk ka nevojë për atë. Nëse ke ngarkuar në sistemin PERF. Po pra, po jo, i ka dhe fizikisht, se ne i kemi dorëzuar dhe fizikisht këto. Ajo gjitja që ka bërë auditusi është kjo, që ju thash, që në seksionin dhurim në natyrë e ka paraqitur, si mas gjithë rregulla, dhe thot pse nuk e keni paraqitur edhe si shpenzim. Jo, nuk e paraqit, nuk ta lejon sistemi PERF ta bësh këtë. Vetëm automatikisht te përmbledhja e çon sistemi. Po ta shikoni, unë e kam edhe këtu deklarimin në sistem PERF që ka bërë kandidatja, që del vetë aty detajet dhe përmbledhje ku bën. Kjo është për sa i takon. Okej, dakord. Valbonat Dokos. Kishte edhe këtu për rastin e Valbonat Dokos thjesht desha të nënvizoj këtë element, domethënë që sistemi PERF pas ka një veçori që në momenti që i hidhe këto të dhëna, po t'i bëje kështu të detajuar siç i ka kërkuar, po themi audituesi në këtë rast, dy fishohesh rezultati në fund. Pra i binde sikur e deklarohet dy herë në fund, kur printohej, po themi ekstrakti final, që është kjo që po tregon zoti Ibra, detajet e përmbledhjes. Ku aty del dhe ajo mjaft qartë shpenzimi në këtë rast. Është vetë sistemi. Është sistemi i tillë. Pra ka pasur sistemi ato po themi nuk po themi paqësi, po është i rregull sistemi këtu, por nuk audituesi nuk e ka kuptuar këtë. Që dilë dy herë. Po sikundër ka pas raste ku nuk janë me asteriskin apo me yllin, po themi që është e detyrueshme e dhëna dhe më pas kërkohen. Pra në këtë aspekt duam që ta shikoni edhe një herë këtë rast, sepse ne mendojmë që nuk ka asnjë lloj shkelje nga zonja Doko. Dakord. Po. Është Suzana Rama. Është me prokuror. Për Suzana Rama është me prokuror. Edhe këtu ka të tilla. Ka raportuar vetëm shpenzime, nuk ka raportuar të ardhur. Pagesat e kandidates janë bërë me kartë kreditit. Të gjitha, janë media sociale që ka bërë. Në kesh ka disa tjera, pra janë të vetat. Kjo gjithë ideja që të këtë ardhurat nuk i ka paraqitur, sepse ka konsideruar të ardhurat duhet paraqisim vetëm kur vinë nga të tretët, jo nga të vetat. Mungojnë ekstrakti llogari bongare, kandidati nuk ka hap llogaritë posaçme dhe normal që i mungon, se s'ka marrë të ardhur, ka përdorur të vetat. Normalisht si burim ka paraqitur një ekstrakt të llogarisë vetë bankare, personale. E ka futur aty që ka tregu që ka marrë dhe ka mbëllon lekë aty për aty. Por gjithmonë bëjmë fjalë për mediat sociale që i ka me kartë kreditit, i ka atë ekstraktin e kartës kreditit, dhe bëhet fjalë për 3 fatura, 30.000 lek, 1.200 lek dhe 33.000 lek. Janë faturat, janë paraqitur në sistem PERF, se audituesit të mungojnë, jo, nuk mungojnë, janë në sistemin PERF, janë dorëzuar edhe fizikisht kur ka dorëzuar raportin kandidatja, pra unë nuk shoh në lloj gjajet përveç faktit që nuk e ka paraqitur si të ardhur në seksionin 1 të sistemit PERF. Që është marrë sikur këto janë të ardhura personale dhe të ardhurat personale nuk duhet i paraqitur si të ardhur. Jo, ka paraqitur vetëm shpenzimet. Këtë ka paraqitur audituesi për këtë kandidat. Unë ka që kam për këtë kandidat. Jo, dhe ne nuk është se kemi diçka tjetër për të shtuar, mendoj se ishte shtërruese, ndërkohë përfitoj nga rasti t'ju informoj që dhe kandidatja zonja Almakore është prezente sapo ka ardhur, kështu që mund ta
Mund t'i japim dhe saj fjalën apo është mbrapa? Apo nëse keni mundur, nuk e di se. Fundoj me po ju mund të largoni. Po. Po, do vazhdoj me zonjën? Po vazhdojmë me zonjën Almakore, meqense është dhe vetë prezent. Po, dakord. Përshëndetje. Unë në fakt të flas shkurt, sepse nuk është se kam ndonjë gjë shumë të madhe për të diskutuar, vetë kam punuar audituse për rreth 12 vjet. Edhe nuk arrita kuptoj domethënë se si mund të vendoset një gjop kaq e lartë për një gjë që është fare e qartë. Xhaxha im ka deklaruar në fillim të fushatës që do të mbulonte shpenzimet e mia në vlerë 20.000 lekë. Në fund fushatës, të gjitha këto promocionet kushtuan rreth 14.000 lekë. Tani audituesi thot pse s'ka paguar xhaxha jot 20.000 lekë. Kjo është jashtë çdo logjike domethënë. Ndryshon deklarata e personit i cili do të paguante me vlerën reale, po kjo s'do të thotë se kemi ndonjë të fshehur. Do të ishte problem në qoftë se do dilte fatura 25.000 lekë. Dhe do të thoshte audituesi ku i gjetë ti këto 5.000 lekë. Por thua që pse s'ka paguar xhaxha jot 20.000 lekë, kjo është jashtë çdo logjike. Këtë kisha. Për sa i përket deklarimit online, unë në fakt kam dashur që në momentin e dytë që pash që kishte një problem, jam përpjekur që ta ndryshoj, që ta bëja fiks. Nuk kam mundur, kishte kaluar, me thënë të vërtetën, edhe kjo është realia. Tani, unë di që ka shumë deputet ose shumë kandidat që kanë deklaruar 0. Tani këta që deklarojnë 0 janë në rregull me ligjin, ne që deklarojmë që kemi kemi probleme me ligjin, unë këtë nuk arrit ta kuptoj. Gjithsesi, për sa i përket edhe deklarimin të mia xhiron e bankës, të gjitha ja kam sjell zotris. Audituesi në asnjë moment nuk ka kontaktuar me ne, me mua të paktën, që të më bënte një pyetje, moj zonjë, si ka ndodhur? Çfarë? 0. Me sa kam folur edhe me të financierin dhe me atë nuk është se ka kontaktuar. Kështu që unë nuk jam dëgjuar nga audituesi për t'i shpjeguar se çfarë ka ndodhur realisht. Nuk besoj se kam ndonjë gjë tjetër, të falenderoj shumë. Të sqaroj diçka? Po. Po më duhet të sqaroj mirë për veten e vet. Nëse shikon që ka lënë gjë pa sqaruar, po më duhet se sqaroj mirë. Jo, desha të thënë se ka 3 pika. Zoja u mor vetëm të njëra. Pika parë është përsëri ajo që ishte me Suzanën dhe me Valbonin. Sistemi perf, dhurimit në natyrë, nuk i lejon t'i vendosësh edhe tek seksioni 2, që ka gjithë si shkelje. Nuk e lejon vetë sistemi, nuk është çështje dëshire. Dhe atë e shpjegojnë në lidhje me atë, dhe zoja ka dhënë shpjegim korrekte tek dhurimi që është bërë më 20.000 lekë, po në fakt fatura nuk ka qenë shpenzim 20.000 lekë, ka qenë 14.000 lekë. Dhe ai pjesa tjetër e shpjegoj zoja dhe besoj se ka nevojë për me sqaru domosdoshmë si tu shpërbyte. Dakor. Po, vazhdoj me kandidatët tjerë të cilët ju i përfaqësonin. Më fali, Aren Hoxha është me prokur, janë 2 pikat e gjetën nga audituesi. Janë dhënë 2 ambiente me mëzyra elektorale si dhurim natyrë, se cila me 25.000 lekë, duke përbërë gjithsej 50.000 lekë. Në asnjërin prej kontratave nuk është specifikuar vlera e dhurimit, siç e përcakton në rregull.
Në fakt, përbri kësaj kontratu hajet është vendosur edhe i deklarim ku thotë që vlera statistikore atje, se për vlerë statistikore bëjmë fjalë, është 25.000 lekë domthonë, është aty e paraqitur, por nuk është e përcaktuar në kontratë, por është në një bashkëlidhur kontratës për këtë. Dhe kjo është ajo që e ka zgjedhur. Kurse për gjetjen e dytë, për mua është ka gabuar audituesi për mua, se nuk është gjetje. 2 dhurime në para nga 2 individ të ndryshëm janë bërë nga i njëjti individ. Mund të bëhen se pengon ligji. As më tepër kur bëjmë fjalë për 49.000 lekë e 49.000 lekë të reja. Pra deri 1 milion ai mund t'i bëhet edhe vet, nuk e përcaktohet domosdoshmë ligji për këtë. Dalimi është vetëm nëse bëhet kesh. Urdhëro? Dalimi është nëse bëhet kesh. Kanë shkuar nga dhuri në llogari domosdoshmë, si thosh personi vet ka pasur aty dhe ka shkuar domosdoshmë, nuk e paraqit pavarësisht se ka dashur me paraqit në emër të një personi dhe një personi tjetër, por ai s'ka pasur llogaritë e bankës dhe e ka kaluar vet ky domosdoshmë aty. Kjo është ideja e kësaj domosdoshmë. Ka që kam lidhe me Arjanin. Prokurën në qoftë se kemi depozituar, kemi këtu, po depozitojmë, pastaj depozitojmë poshtë në gjitha. Gjitha prokurat Po bashkë po depozitojnë aty tek. Kandidati tjetër është Albi Jailezi. Albi Jailezi, kandidati tjetër. Kandidati tjetër. Kemi të bëjmë tu audituesi ka thënë ka dhuruar në para në vlerë 950.000 lekë. Por dhuruesi nuk është identifikuar në raportin ndërzuar. Kandidati ka raportuar një shpenzim me vlerë 296.000 lekë që është paguar me transfer bancar si reklamim natyrë. Pra, dhurimi financiar në vlerë 950.000 lekë është deklaruar në sistemin PERF si në kategorinë person juridik edhe me vlerë përkatëse. Pra, nuk e mbat specifikimet që vetë sistemi e kishte fakultative. Nuk edhe mund të plotësohet, edhe mund të mos e plotësohet. Por, t'ju them sinqerisht, disa herë kam plotësuar unë për kandidat ose për partinë domosdoshmë që kemi bërë, dhe vetë sistemi e heqte. I heqte dhe lejote vetëm këtë. Dhe unë nuk shoh domosdoshmë që sepse këta janë përcaktuar me gjitha, janë në shtojcën 5, bashkëlidhur dokumentat që janë ndërzuar në KQZ përpara se audituesi të fillonte punë për këtë auditim, domosdoshmë si thosh. Mungojnë ekstrakte të llogarisë bankare, kandidati i ka dorëzuar që në atë kohë llogaritë e posaçme, ekstraktin e llogarisë posaçme për këtë lloj qëllimit. Pra nuk është, unë nuk e di pse se ka gjetë këtë, po. Mungojnë faturë. Jo, nuk është e vërtetë, të gjitha janë paraqitur dhe janë ngarkuar në sistemin PERF, seksionin 2. Të gjitha faturat e shpenzimeve. Ka mangësi në raportimin e dhuruesve dhe nuk ka dorëzuar llogaritë përkatëse, të nevojshme për të verifikuar nëse dhurimet e tyre janë vetë financuar apo nga personat e tretë. Dhurimi vetë financiar është deklaruar në seksionin 1 të ardhurat të sistemit PERF, duke specifikuar kategorinë person juridik për dhuruesin. Ka dorëzuar ekstraktin e ÇKB-s të dhuruesit, ka dorëzuar shtojcën numër 5 që ka plotësuar dhuruesi për këtë lloj qëllimi dhe unë nuk shoh se dhe i ka edhe tek llogaria e posaçme që ja hapur për këtë lloj qëllimit. Sepse pse ka dalë në këtë konkluzion audituesi, unë nuk e kuptoj, ju them sinqerisht. Në qoftë se e kupton dikush, ma japin i sqarim për këtë, sepse domethënë i ka dorëzuar gjitha. I ka dorëzuar të gjitha. Domethënë vetëm pse nuk ka paraqitur në sistemin PERF niptin e personit juridik. Që vetë sistemi nuk kishte arsye pse nuk e le, se për shembull, po mos ta shkruash person juridik, sistemi nuk lete me ecë në seksionin pasardhës. Vetë sistemi e kishte këtë lloj të mirët, po themi. Unë kaq kisha për këtë Albin. Dhe ç'është tjetër? Kaq s'kemi më. Arjanin, Alma, Besari, marruan gjithë. Gjithë dokumentacionin do ta depozitojmë. Po, dokumentacionin ja japim të gjithë, edhe nga një dorë në semë. Po besoj që ishin qarta dhe edhe shpjegimet si për zonjën Kore, po ashtu dhe për zotin Albi Jailezi dhe Arjan Hoxhën, kështu që nuk po shtojmë në një gjë të veçantë sepse besoj se është e mjaftueshme. Dokumentacioni që kemi në dispozicion po ja nisim.
Po ashtu nëse ka diçka tjetër mund t'ja u nisim edhe me email gjatë ditës sotme, nëse kemi ashtu në element tjetër. Mirë, vazhdojmë me Faleminderit. zonjën. Po. Atëherë, unë jam Agustela Thoma, raportoj në emër të një subjekti tjetër politik, që është Lëvizja Shqipëria Bëhet, bazuar në projekt vendimin për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara për subjektet zgjedhore pjesëmarrëse në kuvend për datën 11 maj 2025. Referoj gjetjet e auditueses, opinion me rezervë, baza ligjore nene 88, 90, 92 fraksion 3 dhe 92 fraksion 7 të kodit zgjedhor, ku referohet si shkelje: subjekti nuk ka hapur llogari të posaçme bankare për fushatën zgjedhore, u gjetën mos përputhje midis të ardhurave dhe shpenzimeve të deklaruara nga partia politike dhe të dhënat e auditimit, dhe nuk janë paraqitur në raportin e dorëzuar pranë KQZ-s të ardhurat dhe shpenzimet e kandidatëve. Atëherë, në rolin e kryen financieres dhe në lidhje me raportimin financiar për fushatën zgjedhore, dëshiroj të parashtroj sa më poshtë në lidhje me pikën e parë. Llogaria e posaçme. Deklaroj se Partia Lëvizja Shqipëria Bëhet si subjekt i ri politik ka përdorur vetëm një llogari bankare të hapur në janar të vitit 2025, që korrespondon dhe me vitin e fushatës zgjedhore, të deklaruar si llogaria e fushatës zgjedhore. Çfarë kjo ka garantuar identifikimin e qartë dhe transparent të gjitha transaksioneve financiare. Përjedhoj, nuk kemi mungesë transparence, fshehje fondesh apo përdorim paralel llogarish. Pra kjo është e vetmja llogari që ne kemi përdorur gjatë fushatës zgjedhore dhe nuk ka pasur transaksione të më përparshme për sa kohë nuk kemi qenë prezent në zgjedhje të tjera të kaluara. Lidhur me diferencën e konstatuar në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Audituesja ka konstatuar një mos përputhje ndërmjet vlerës së donacioneve të deklaruar nga partia, që është në një vlerë më të lartë se ajo evidentuar në raportin e auditimit, me një diferencë prej 509.000 e 500 lekësh. Dëshiroj të sqaroj se kjo diferencë është identifikuar nga vetë zyra e financës dhe audituesja është vënë në dieni përmes emailit të datës 19/12/2025, ku janë paraqitur dhe sqarimet përkatëse konkretisht, ku vlera prej 459.500 lekësh e mbërritur në llogari në datën 13/2/2025 nga shtetasi EK është klasifikuar si donacion për mbulimin e shpenzimeve vjetore të partisë. Përjedhoj, i përket raportit financiar vjetor 2025. Për shkak të një lapsusi teknik, kjo shumë është regjistruar dhe në zërin e të ardhurave të fushatës zgjedhore. Aktualisht, ky donacion rezulton i reflektuar në raportin vjetor 2025 të dorëzuar pranë KQZ-s dhe i konfirmuar dhe nga audituesja që së fundmi ka sjell projekt raportin ditën e hënë në mos gaboj. E njëjta situatë paraqitet dhe me një donacion në vlerën 50.000 lekë të mbërritur në llogari në datën 23/5/2025 nga shtetasi QA, pas përfundimit të periudhës së fushatës zgjedhore. Edhe ky donacion është regjistruar gabimisht si ardhur e fushatës, ndërkohë që i përket raportit financiar vjetor dhe aktualisht rezulton i pasqyruar po prap në raportin e dorëzuar vjetor te KQZ-ja. Theksoj se këto dy gjetje dhe sqarimet janë vënë në dispozicion auditueses në momentin e parë të evidentimit të tyre së bashku me dokumentacionin përkatës mbi të cilën është bazuar dhe procesi auditimit. Pra, bashkëpunimi nga ana ime ka qenë maksimal dhe i pamunguar në asnjë rast. Kështu që diferenca vjen vetëm si pasojë një lapsusi të klasifikimit në raport dhe në asnjë rast nuk kemi të bëjmë me fshehje të ardhurave, fonde të pa identifikuara, nuk kemi kaluar shmangje në limite dhe nuk kemi shpenzime të pa regjistruara. Lidhur me pikën e tretë dhe të fundit, me konstatimin mbi mungesën e të ardhurave dhe shpenzimeve të kandidatëve në raportin e dorëzuar pranë KQZ-s, dëshiroj të sqaroj se Partia Lëvizja Shqipëria Bëhet ka raportuar me sukses të 140 kandidatët, nuk ka asnjë kandidat pa raportim. Për herë të parë raportimi është kryer përmes portalit elektronik PER të KQZ-s, ku zyra e financës ka asistuar çdo kandidat dhe ka verifikuar çdo raport
pastaj më pas e ka miratuar. Gjithashtu, raporti i partisë është plotësuar në portal me pritshmërinë që sistemi do integrojë automatikisht raportet e kandidatëve me atë të partisë. Më pas, nga KQZ-ja jemi njoftuar se për shkak të një problemi teknik, ky integrim do ishte i pamundur dhe duhet që të dhënat të kaloheshin në formatin e mëparshëm Excel, për pamundësi kohe, për ta mbritur le të themi në kohë integrimin e raporteve, raporti i partisë dhe raportet e kandidatëve janë dorëzuar veçmas, por kjo provohet nga komunikimi me email që janë dorëzuar në kohë. Gjatë gjithë procesit kemi bashkëpunuar me audituesen dhe kemi vënë në dispozicion çdo informacion të kërkuar edhe për kandidatët. Vet audituesja në raport konstaton se financimet e kandidatëve janë bërë në përputhje me nenet 92 fraksion 1 dhe 92 fraksion 2 të kodit zgjedhor. Kjo tregon se nuk ka financime të paligjshme dhe nuk ka shkelje të kufive ligjor nga asnjë prej kandidatëve. Problematika lidhet vetëm me mënyrën e integrimit të raportit dhe jo me mungesë raportimi apo mungesë transparence. Për këtë arsye kërkojmë që të merret në konsiderat se të gjithë kandidatët kanë raportuar, nuk ka pasur fshehje të dhënave, fondet janë plotësisht identifikueshme, kemi bashkëpunuar në çdo fazë të procesit, problematika ka qenë teknike dhe procedurale, nuk është shkaktuar asnjë dëm real. Për sa u parashtrua më sipër, kërkoj që komisioni të mos e miratoj propozimin për vendosjen e masës administrative ndaj Partisë Lëvizja Shqipëria Bëhet, pasi gjetjet e evidentuara nuk përbëjnë shkelje substanciale të detyrimeve ligjore, por lidhen me çështje me karakter procedurial dhe teknik, të cilat nuk kanë censuruar transparencën e financimit, lishmërinë e fondeve apo mundësinë e auditimit. Përjedhoj kërkojmë që të mos vendoset masa administrative e propozuar. Faleminderit. Mirë, faleminderit. E pash që kishit përgatitur me shkrim, nëse... E kam, edhe dokumentat e emaileve të shkëmbyra me audituesin. Dhe nëse dëshironi ta dorëzoni atë. Okej. Mund ta dorëzoni bashkë me dokumentacionin dhe gjithë korrespondencën që keni patur për këtë çështje, si me audituesen, ashtu dhe me KQZ-n. Dakor? Dakor. Mirë, kemi gjë tjetër? Faleminderit dhe juve për pranim, prezencën dhe shpjegimet që dhatë. Mirë, mbarë edhe juve, ditë mbarë. Mirë, kalojmë tek pika tjetër e një ditës që ka të bëjë me shqyrtimin e kërkesës për vlerësurimin e mandatit të kryetarit të Bashkisë Kuçov, zotit Krishnik Hajdari, i propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë. Një relatim të shkurtër në lidhje me këtë çështje. Miropafshim. Faleminderit. Atëherë me vendimin tuaj 35 të datës 21 maj, vendoset pranimin e kërkesës së palës së interesuar, zotit Lefter Maliqi, për heqjen dorë nga shqyrtimi administrativ i çështjes me objekt verifikimin e kushteve të ndalimit për ushtrimin e funksionit publik të kryetarit Bashkisë Kuçov nga zoti Krishnik Hajdari. Ky vendimi juaj në datën 1 qershor u ankimua në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve nga Partia e Lirisë dhe zoti Lefter Maliqi. KAS në seancën paraprake të zhvilluar në 5 qershor u mblodh për të shurtonte verifikimin e elementeve të formës dhe të përmbajtjes dhe vendosi kalimin për shqyrtim të kërkesës ankimore. Në seancën e datës 8 qershor KAS filloi shqyrtimin administrativ të çështjes dhe vendosi pranimin pjesërisht të kërkesës ankimore të paraqitur nga zoti Lefter Maliqi dhe Partia e Lirisë, shfuqizimin e vendimit tuaj si dhe detyrimin për të shqyrtuar në themel këtë çështje administrative. Kundër vendimit të KAS-it, zoti Krishnik Hajdari depozitoi ankim në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë me objekt shfuqizimin e vendimit të KAS-it dhe sigurimin e padisë për të pezulluar ekzekutimin e këtij vendimi. Në përfundim të shqyrtimit, gjykata administrative e shkallës parë Tiranë vendosi refuzimin e kërkesës së zotit Krishnik Hajdari për marrjen e masës së sigurimit të padisë. Ndaj në këtë seancë sot i rikthehemi shqyrtimit administrativ të çështjes objekt shqyrtimi. Faleminderit. Qartë. Mirë, atëre fillojmë. Përfaqësuesi ose vetë subjekti vetë deklarues, kryetari i Bashkisë Kuçov, fjala është për ju. Faleminderit nderuar.
Ne paraprakisht kemi një kërkesë paraprake në lidhje me shqyrtimin administrativ. Kësaj çështje, ne kërkojmë pezullimin e shqyrtimit administrativ në bazë të neni 66 kodit procedurës administrative e nderuar, pasi për këtë çështje është në shqyrtim gjyqësor dhe përpara se ca gjykata të shprehet në lidhje me këtë ankim, pasi ne kemi ankimuar vendimin numër 2 datë 8 qershor të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve dhe është saktuar data nga gjykata administrative në datën 3/11/2026 ora 11 nderuar. Ne këtë kërkesë kemi edhe me shkrim dhe në dispozicion së bashku me plotësirjen që është saktuar. Pra, në një vendimarrje, nëse gjykata do pranojë dhe do bënte të pa dobishme këtë seancë nderuar, do pranonte ndryshimin të vendimit të KAS-t. Mirë, zoti Lefter Maliqi ose përfaqësuesi i ligjon në lidhje me këtë kërkesë paraprake. Faleminderit, zoti komisioner. Besoj do keni pak qetësim pavarësisht pyetjes që më bët, për nis me këtë, me qenë se KAS vendosi që pavarësisht gjykatës administrative nuk e pengon KQZ-n për të marrë një vendim. Do kërkoj mirëkuptimin tuaj, mbas është herë e fundit që jemi pranë KQZ-s dhe shpresoj që herën tjetër do të jemi mandatin e kryetarit të Bashkisë së Grabitur në Kuçov. Ju jeni kryetari i KQZ-s me eksperiencë shumë të madhe dhe dini që rasti i Kuçovës është rast i veçantë mbi 3 vjet, por edhe procesi i ankimimit në KZZ 64 të krimit elektoral, ju e dini shumë mirë që nuk ka ndodhur në asnjë KZZ që në orën 11 kur dorëzohen gjitha kutit, KZZ-ja të dalin jashtë një përfaqësuese jon, në më thotë që vetëm ja kishim, më thotë që do lahen, edhe aty ndodhi çudia më e madhe, ku ajo KZZ tani është prishur, dhomë e fshet me një dollap me të çarë muri në mbrapa. Gjë që edhe unë në kallëzime që kam bërë së pak i kam thënë që shikoni telefonin tim kur kam thënë që një fugon me xhama të zeza me fjalë e shofruar shkollës teknikum dhe gjithë ky proces i nderuar komisioner vati deri edhe me përplasje me ish sekretarin e përgjithshëm te kolegji zgjedhor, ku kolegji vendosi për të hapur 6 kutit apo 8 kuti, edhe të gjitha kutit ishin pa pamje filmike, 04 mungonte, proces verbale të korrigjuara dhe siç në origjinal, e merret pavarësisht vendimeve që dihen në Shqipëri siç merren. Tani, i nderuar komisioner, vim tek mos kishte ndodhur kjo, nuk do ishim sot këtu. Pra mos ishte grabitur ajo bashki, që unë moralisht vazhdoj betejën, edhe morale dhe politike dhe ligjore, nuk do ishim sot këtu. Lidhur me këtë çështje, ne kemi kërkuar që në 2023, që në prill për pavlefshmërinë, pastaj në 2024 u mblodhët, mort vendim për ta mbajtur në detyrë, pastaj KAS-i vendosi rikthimin dhe çuditërisht sipas procedurave ligjore u ankimua në gjykatën administrative. Gjykata administrative zonja ishte me leje lindje dhe lindi 1 vit e gjysmë, se në 9 muaj 1 vit e gjysmë me vonesë lindi, dhe shpalli mos kompetencën, më pas se ngre dhe ca kohë gjykata e lartë dhe u kthye tek ju. E thash edhe te KAS-i, ishte edhe një nxitim dhe një gabim edhe joni për kërkesën për përjashtim ndaj jush, por duhet ju them që sot unë kërkoj një vendim, kushdo që të jetë nga ana juaj, besoj i drejtë dhe të jem edhe i qetë vetë, sepse ligji i dekriminalizimit është e bardha mbi të zezë, kush sheh masën e dënimit, kandidat për kryetar bashkie apo deputet, nuk po e them në ana me pika, me nene, me kështu, po e them në anën e drejt për drejt. Kush që dënimi pavarësisht masës dënimit, sado e vogël që të jetë ajo, e kap ose kap ligji i dekriminalizimit, automatikisht mandati është i pavlefshëm ose shkarkohet në detyrë. Dhe në të gjitha rastet, vetëm rasti në fjalë vazhdon mbi 3 vjet dhe mandati mbaroi, pavarësisht vendimit tuaj me fjalë çdo që të jetë nën kryetari këtu është gati për të marrë detyrën e kryetarit edhe nëse ka vendim të drejtë, por duhet ju them, në të gjitha rastet nuk ka një rast të vetëm që
mbahet në detyrë kur në formularin e dekriminalizimit me vetdije të plot fshe masën e dënimit brenda apo jashtë vendit. Rastet janë të shumta, por rasti i fundit pothuajse identik është i zotit Kajmaku për pavlefshmërinë e mandatit të tij, dhe i cili ishte i arrestuar në gjykata e Janinës për falsifikim kartë monedhash, por më pas doli dhe i pafajshëm, apo deri dhe në gjykatën administrative më pas edhe i pafajshëm. Dhe përsëri KQZ-ja vendosi pavlefshmërinë e mandatit dhe shkarkimin mosmarrjen e detyrës nga ana e tij. Po kështu janë plot raste, Dashtairi, Aqifi, Roshi, Ledrovica e antar këshillit gjithë me radhë, deputet tjerë. Tani, në rastin konkret, me qenë se vajti kjo situatë kështu, vajti edhe në SPAK, u dënua për të problem në SPAK, u pranua, madje u mohua dhe as nuk e ankimoi në SPAK, dhe lidhur edhe me dënimin e SPAK-ut, nëse personi nesër do të konkuronte përsëri, është i detyruar që atë vendim të SPAK-ut, pavarësisht se nuk e kap ligji i dekriminalizimit, është i detyruar në formularin e dekriminalizimit ta shënojë në rast të kundërt në bazë ligjit me fjalë ai lë mandatin. Kështu që i nderuar nuk po zgjatem, më kërkoj nga ana juaj të merret një vendim sot, kushdo që të jetë, do e pres me qetësi dhe do vazhdoj me fjalë betejën time politike me qytetarët e Kuçovës. Ju falenderit. Falenderit zoti Maliqi. Ju jeni, domethënë, me sa kuptova, në përfundim kundra. Keni diçka për të shtuar po? Përfaqësuesi i zotit Maliqi. Në lidhje me kërkesën për pezullim, ne vlerësojmë që ajo nuk duhet pranohet për arsye sepse dhe gjykata e administrative ka vendosur një herë për mënyrën si duhet funksionojë institucioni i KQZ-s, por njëkohësisht është lënë dhe në fuqi nga gjykata lart dhe në bazë këtyre dy vendimeve ne jemi ditën e sotme të mbledhur këtu. Po njëkohësisht edhe KAS në vendimarrjen e saj ka vendosur mënyrën se si duhet funksionojë. Pra ne nuk kemi fare pengesë për vijimin e këtij procesi. Madje KAS ka arsyetuar që edhe kryesisht KQZ duhet të marrin në shqyrtim rastin konkret dhe e ka sqaruar dhe mënyrën që vendimi i tyre është një vendim ekzekutiv dhe nuk duhet të diskutohet. Kështu për këtë arsye ne vlerësojmë që duhet të vijojmë shqyrtimin e kësaj kërkese. Faleminderit. Pyetje për përfaqësuesin ligjor të zotit Ajdari. Tani, ky vendimi i gjykatës administrative të shkallës parë, i datës 15/6, ka të bëjë pikërisht me këtë proces për cilin është njoftuar seanca në nëntor. I njëjti është. Po. Okej, mirë. Po të sqaroj pak faktin, sepse ne në atë kohë kur kemi marrë vendimin, vendime numër 2 e kemi marrë pa bul, pra nuk ka qenë në formën e kërkuar nga ligji, si provë, edhe në arsyetimin për marrjen e masë sigurimit të padisë, gjykata është referuar që nuk është paraqitur ndonjë provë. Dhe prandaj edhe ne kërkojmë në bazë të nenit 66 të kodit procedurës, pasi është një çështje paraprake që të shpreh gjykata. Kuptova. Mirë, tani unë vlerësoj që kërkesa juaj paraprake nuk mund të pranohet sepse e ka zgjitur gjykata në një lloj mënyre këtë diskutim, këtë kërkesën. Nëse nuk do të ishte ky vendim i gjykatës, ndoshta mund të ishte e diskutueshme akoma nëse mund të pezullojë apo jo shqyrtimi administrativ i kësaj çështje. Po ju nëpërmjet kërkesës që keni bërë në gjykatën administrative për të bërë sigurimin e objektit të padis, ku keni kërkuar dhe pezullimin, të arsyeve dhe shkaqeve për të cilat gjykata ka vendosur, pra ka vendosur që të mos e pranoj kërkesën tuaj. Pra, a kontrari, kjo do të thotë që procesi do duhet të vazhdoj dhe ne nuk mundet që të mos e respektojmë këtë urdhërim të gjykatës, kështu që do të vazhdojmë me shqyrtimin në themel të kësaj çështje. Dakord. Kuptoj që ndaj këtij vendimi pranologji ju mund të ankoni me vendimin përfundimtar, pranologji të procedurës gjyqësore, sepse në këtë rastin konkret nuk ka. Jemi ankuar dhe presim vendimarrjen e Jo, dhe ndaj këtij vendimi tim tani të ndërmjetëm për të mos pranuar kërkesën tuaj. Kështu do vazhdojmë, nuk mund të ndërpresim shqyrtimin.
Me këtë rast, fjala është përsëri për ju për themelin e çështjes. Po, faleminderit, nderuar komisioner. Në cilësinë e përfaqësues ligjor të shtetit Kreshnik Hajdari, vlerësoj se nga analiza e të gjitha akteve të administruara në këtë proces administrativ rezulton qartë se subjekti deklarues nuk përfshihet në asnjë nga kushtet e ndalimit të parashikuar nga ligji me numër 138/2015. Së pari, ligji numër 138/2015 është një ligj kufizues i të drejtave kushtetuese dhe si i tillë duhet të interpretohet në mënyrë strikte dhe jo zgjeruese. Në çdo kufizim i së drejtës për të zgjedhur dhe për të ushtruar funksionet publike duhet të mbështetet në dispozita të qarta ligjore dhe nuk mund të krijohen nëpërmjet interpretimit analogjik apo zgjerues të dispozitave ligjore. Për sa kohë, ligji me numër 138/2015 bën një ligj të posaçëm, rastet e ndalimit duhet të jenë të parashikuara shprehimisht nga ligji. Në rastin konkret nuk ekziston asnjë nga rastet e ndalimit të parashikuara nga ligji i sipërcituar që të sjellë ndërprerjen e mandatit të zotit Kreshnik Hajdari. Së dyti, nga verifikimet e kryera nga Prokuroria e Përgjithshme rezulton se Kreshnik Hajdari nuk ka gjenitete të tjera përveç atyre të deklaruara në formularin e deklarimit, po kështu rezulton se ekziston një vendim i vitit 1999 i gjykatës së Janinës i dhënë ndaj subjektit në moshë të mitur lidhur me hyrjen në territorin grek pa respektuar formalitetet ligjore, për të cilët është aplikuar një masë riedukuese qortim për të miturin, pa qenë fare në i pranishëm në ambientet e gjykatës. Gjithashtu rezulton se zoti Kreshnik Hajdari nuk është në kërkim ndërkombëtar, nuk rezulton të jetë dëbuar nga ndonjë shtet i huaj dhe nuk rezulton të ketë aktualisht ndonjë procedim penal të pazgjidhur. Së treti, procedimi penal i zhvilluar ndaj zotit Kreshnik Hajdari për veprën penale të parashikuar në 192 i Kodit Penal ka përfunduar me vendimin gjyqësor të formës së prerë të gjykatës së posaçme të shkallës së parë të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Me vendimin me numër 6 datë 25/01/2024 ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burgim dhe zvendësimin e tij me detyrimin për të kryer një punë në interes publik. Ky dënim alternativ është ekzekutuar plotësisht dhe Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me vendimin e datës 25/04/2024 ka deklaruar përfundimin e ekzekutimit të dënimit alternativ. Së katëri, në 163 i Kodit Penal parashikon shprehimisht se kur gjykata pezullon ekzekutimin e dënimit me burgim dhe zvendësimin atë me detyrim për kryerjen e një pune në interes publik, pas përfundimit të punës, dënimi konsiderohet i paqen. Pra, në kuptim të ligjit penal shqiptar, pas përfundimit të plot të punës në interes publik, personi trajtohet juridikisht sikur ky dënim të mos ekzistonte, si pasojë penale aktive që mund të prodhojë kufizime të mëtejshme ligjore. Ky interpretim konfirmohet dhe nga vërtetimi i gjendjes gjyqësore numër 20 datë 19/5/2026, nga i cili rezulton se zoti Kreshnik Hajdari figuron në statusin juridik i padënuar. Ky element ka rëndësi thelbësore pasi provon se ndaj subjektit deklarues nuk ekziston asnjë dënim penal aktiv, asnjë masë ndaluese dhe asnjë pasojë juridike që mund të sjellë ndalimin e ushtrimit të funksionit publik të kryetarit të Bashkisë Kuçov. Së pesti duhet tekstuar se edhe në vendimin penal të gjykatës posaçme nuk është vendosur asnjë dënim plotësues ndaj zotit Kreshnik Hajdari, siç do të ishte ndalimi i së drejtës për të ushtruar funksione publike. Po kështu, as organi akuzës nuk ka kërkuar vendosjen e një dënimi të tillë plotësues dhe as gjykata nuk ka vlerësuar ekzistencën e ndonjë shkaku ligjor që të justifikonte kufizimet e ushtrimit të funksioneve publike nga ana e subjektit deklarues. Gjithashtu në ligjin numër 138/2015 nuk parashikohet si shkak përfundimit të mandatit rastin kur subjekti është dënuar për një vepër penale e cila nuk përfshihet në kategorinë e parashikuar nga ky ligj, ndërkohë që dënimi është zvendësuar me punë në interes publik, është ekzekutuar plotësisht dhe sipas nenit 63 të Kodit Penal konsiderohet i paqen. Për rrjedhoj, çdo interpretim që synon të nxjerrë pasoja juridike të mëtejshme nga një dënim i tillë do të ishte në kundërshtim me parimin e legalitetit dhe me vetë qëllimin e ligjit me numër 138/2015. Në këtë kuptim mungon çdo bazë ligjore që të justifikojë kufizimin, pezullimin apo ndërprerjen e mandatit të zotit Kreshnik Hajdari si kryetari i Bashkisë Kuçov. Së gjashti, mandati i kryetarit të Bashkisë Kuçov është rezultati drejt për drejt i vullnetit të zgjedhjeve dhe përbën shprehje të sovranit popullor të garantuar nga neni 2 i Kushtetuesë së Republikës së Shqipërisë.
Për rrjedhoj çdo kufizim i këtij mandati duhet të jetë i bazuar në ligj, proporcional dhe i mbështetur në prova të qarta, të plota dhe të padiskutueshme. Çdo interpretim i kundërt do të sillte një zgjerim të palejuar në fushën e zbatimit të ligjit me numër 138/2015, në kundërshtim me parimet e legalitetit, sigurisë juridike dhe interpretimit strikt të normave që kufizojnë të drejtat kushtetuese. Në këtë kuadër do të cënojë jo vetëm parimi i sigurisë juridike, por dhe drejta kushtetuese e zgjedhësve të Bashkisë Kuçov për të përfaqësuar nga personi të cilit i kanë besuar mandatin nëpërmjet votës së lirë. Për rrjedhoj bazuar në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, Kodin e Procedurës Administrative, ligji me numër 138/2015, vendimi të Kuvendit me numër 17/2016, si dhe 163 të Kodit Penal, rezulton qartë se zoti Kreshnik Hajdari nuk është përfshirë edhe nuk përfshihet në asnjë nga kushtet e ndalimit për ushtrimin e funksionit publik të kryetarit të Bashkisë Kuçov, si në momentin e kandidimit, në momentin e zgjedhjes dhe marrjes së mandatit, ashtu dhe gjatë ushtrimit të këtij mandati deri në ditën e sotme. Për këtë arsye kërkojmë nga ju, zoti komisioner, përfundimin e këtij shqyrtimi administrativ, konstatimin se zoti Kreshnik Hajdari nuk përfshihet në kushtet e ndalimit të parashikuar nga ligji 138/2015 dhe vijimin e ushtrimit të mandatit të tij si kryetar i Bashkisë Kuçov. Faleminderit nderuar, për arsyetën ne kishim me shkrim. Po, mirë, faleminderit. Mirë, atëre fjala për zotin Lefter Maliq ose përfaqësuesin e këtij ligjor. Faleminderit shkurtimisht i nderuar komisioner, duke ju kërkuar ndjes se nuk lexoj mirë, prandaj flas pa letër. Por po e nis me thënien e avokatit, i cili thot nuk ka pas dieni. Në bazë vendimit të gjykatës Janinës, që unë e kam lexuar dhe përkthyer, ka qenë i pranishëm në sallën e gjyqit, por edhe nëse mohon këtë, në 2017 ka qenë drejtori i keshit i sipas verifikimit të thelluar të prokurorisë së përgjithshme dërguar tek ju, thotë që në 2017 është deportuar nga shteti grek. Që do të thotë ka qenë në dieni të plot për masën e dënimit apo dhe për deportimin. Sa i përket vendimeve të gjykatës, sigurisht që KQZ-ja në bazë ligjit të dekramizimit i ka shkarkuar të gjithë deputet apo kryetar bashkie në raste identike të tilla dhe më pas ata kanë fituar pavajsin në gjykatë, siç është rasti i Rovicit, Rakipit, gjykatë administrative me radhë, por mandatin e kanë lënë sepse janë detyrimet ligjore në bazë ligjit të dekramizimit. Qytetarët e Kuçovës do të kuptojnë vetëm kaq. Kërkesa e avokatit, i cili thotë, ju lutem, ta shtym prap, ta çojmë gjykatë administrative. Me fjalë, siç bën në e parë, që do të thotë, nëse këta kanë zbatuar ligjin siç duhet, në formularin e dekriminalizimit, ta nuk kanë asnjë merak në vendimin që do të jepni ju apo më pas edhe vendimi i kasit. Vetëm kaq qytetarët e Kuçovës do të kuptojnë që këta janë në faj, vendimi i gjykatës posaçme dhe spakut me 6 muaj burg, me gjykim shkurtuar në 9 muaj burg, 150 orë punë, nuk i futem kësaj se e ka bërë apo se ka bërë të 150 orë punë, sepse nuk e bën qytetari thjesht o kryetari i bashkisë, pavarësisht letrave që bën, por e ka detyrim ligjor me fjalë që në formularin e deklaralizimit çdo dënim çfarë do lloj mase që të jetë e lehtë apo edhe që se ka ligj deklaralizimit është detyruar që ta shkruajë në formular. Kështu që për këto arsye kërkoj një gjykim dhe vendim të drejtë nga ju, kushdo që të jetë, atë që thash në parantezë në fjalën e parë, ju falenderit dhe besoj dhe shpresoj tek ju. Mirë, falenderit, po profesuesi. Mund të bëj një replikë në lidhje me për sa foli? Dakor, po ndoshta mu. Jo, në lidhje me përfaqësuesin edhe jo në lidhje me atë që deklaron për 2017 që ka deport. Nuk ka asnjë lloj deporti i përfaqësuar prej meje. Nuk është, s'ka asnjë provë. To janë thjesht deklarime që bëhen. Nëse prokuroria e përgjithshme gënjen e keni shkruar aty, e kemi lexuar, kështu që shihni. Po, përfaqësuesi i zotit Maliqi. Në lidhje me pretendimin e kandidatit për kryetar bashkie të kryetarit bashkisë Kuçov në lidhje me rastin aktual ku ai pretendon se është dënuar dhe është dënuar me dënim alternativ punë në interes publik dhe në lidhje me pretendimin e tij për vijimin e
e mandatit të tij, ne vlerësojmë se kjo është një gjë tashmë e shqyrtuar. Nëse ne do të referohemi nëse do të referohemi vendimin me numër 816 datë 14 i 11-i 2023 të Komisionit Shtetëror Zgjedhjeve, i cili ka vendosur konstatimin se kryetari i Bashkisë Kuçovi, propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë, nuk përfshihet në kushtet e ndalimit. Në lidhje me këtë pretendim që ka paraqitur kryetari i Bashkisë, ne apo dhe këtë arsyetim që ka bërë KQZ, ne kemi ushtruar ankim dhe KAS ka vendosur me vendimin përkatës me numër 1 datë 5 i pari 2024 pranimin e pjesëshëm të kërkesës dhe shqyrtimin pranë KQZ. Në lidhje me pretendimin se ky shtetas është dënuar me dënim alternativ, ne kemi këtë qëndrim zotri. Me vendimin me numër 49 akti dhe me numër 6 vendimit të datës 25 i pari 2024 është vendosur deklarimi fajtor i shtetasit Kreshnik Ajdari për kryerjen e veprës penale falsifikimi vulave dhe i stampave dhe i formularëve parashikuar nga neni 190 paragrafi 2 i kodit penal dhe dënimin e tij në total me 9 muaj burgim. Pra, ky është dënimi. Në lidhje me pretendimin me pikën 2 në zbatim të nenit 406 fraksion 1 të kodit procedurës penale i pandeuri Kreshnik Ajdarit i ulet 1/3 e dënimit. Kjo është një drejtë që përfiton sërish në ulje dënimi, por dënimi është në pikën 1. Në lidhje me paragrafin e 3 që në aplikim të nenit 63 kodit procedurës të kodit penal të urdhërohet pezullimi i ekzekutimit. Lidhje me këtë pretendim, ne jemi të mendimit që pika 3 e dispozitivit të vendimit nuk ka të bëj fare me masën e dënimit, por ka të bëj në mënyrë të drejtë për drejtë me mënyrën e ekzekutimit të vendimit se si do të ekzekutohet vendimi, por masa e dënimit është e përcaktuar në mënyrë të drejtë për drejt në pikën 1 të tij dhe dënimi në total është 9 muaj burgim. Dhe nëse ne do t'i referohemi ligjit përkatës për dekriminalizimin me numër 138 të vitit 2015 në nenin 2 në pikën Ç të tij është e përcaktuar në mënyrë të qartë se nuk mund të jetë kandidat për deputet apo edhe për kryetar bashkie persona të cilët janë dënuar për krime, që në rasti konkret në 190 është krim, nuk është kundravajtje administrative, jo më pak se 6 muaj burgim. Por nëse ne do të referohemi sërish edhe pikës 2 të këtij neni që ka të bëj, ka ndalim edhe në rastet kur nuk është parashikuar në shkronjën 1, në pikën në nenin 2 pika 2 shkronja B janë dhe personat e dëbuar nga territori një shteti antar të BE-s apo SHBA-s. Në rastin konkret, në relacioni marrë nga prokurori përgjithshëm, shtetasi Kreshnik Ajdari është dëbuar 2 herë nga shteti grek. Shteti grek është një vend antar i BE-s dhe është dëbuar një herë me vendim gjykate që në rastin konkret nuk e ka deklaruar dhe herën e dytë është në vitin 2017 që është e përcaktuar në mënyrë të qartë në këtë pjesë. Për këto arsye ne vlerësojmë që jemi para ndërprerjes së menjëhershme të mandatit të kryetarit bashkisë. Unë i mshoj fort faktit të dy arsyeve. Një, KAS ka lënë detyrë të posaçme që nuk është dakord me arsyetimin e KQZ-s se duhet vijojë mandati për arsye se është një praktikë e konsoliduar tashmë e KQZ-s, edhe kjo praktik nuk është pranuar. Ndërkohë edhe në lidhje me pretendimin tjetër të kryetarit të bashkisë që është dënuar dhe është dënimi pa qenë, kjo ka të bëjë vetëm me ekzekutimin. Në rastin konkret, çdo kandidat ka detyrimin ligjor të deklarojë problematikat që i kanë jetën e vet dhe janë institucionet ato që i vlerësojnë që në rastin konkret ka qenë KQZ apo institucionet e tjera që duhet vlerësonin nëse i plotëson kriteret apo si plotëson. Pra ky është detyrim ligjor, nuk mund të vim mbas si
ka dalë gjithë kjo procedurë dhe pretendojmë që shiko se unë i plotësoj kriteret. Duhet të ishte bërë paraprakisht dhe ligji përcakton në mënyrë të qartë. Këto janë përmbledhas, ne i konkluzionet ose parashtrimet i kemi me shkrim, gjithsej 11 flet e depozitojmë para jush. Mirë, faleminderit. Kemi diçka tjetër para se ta përfundojmë? Nuk kemi. Nuk kemi. Dokumentacion, prova të tjera veç mas atyre që keni depozituar deri tani palët kanë? Jo. Ne nuk kemi, ato është detyrë lënë nga KAS, është nga gjykata administrative, gjykata lartë. Ne presim një vendim për këto arsye nuk është se kemi prova. Prova tashmë ka mbledhur një institucion më i rëndësishëm i Republikës së Shqipërisë që është edhe pjesa që nuk është marrë shqyrtim, që është pjesë e kësaj praktike, është edhe kolegji zgjedhor nuk është se e ka marrë shqyrtim, ja ka lënë hetimit të prokurorisë përgjithshme dhe nuk është se ka thënë që shiko se kjo është e drejta apo e pa drejtë të kandidoj, por duhet shikohet në momentin të vi raporti. Raporti ka ardhur, është ashtu siç është pretenduar, kemi 2 arsye që për ndërprerjen e mandatit, një që është dëbuar 2 herë dhe e dyta është që është i dënuar nga gjykata e posaçme me vendim të formës prerë 9 muaj. Pjesa tjetër i përket mënyrës së ekzekutimit. Dakor. Domethënë nuk kemi dokumentacion tjetër për të depozituar. Mirë, atëherë e përfundojmë këtu hetimin administrativ të kësaj çështje dhe para se të shpall vendimin, fjalë e fundit për secilin prej palëve, po pala e kryetarit bashkisë Kuçov. Po, e nderuar, ne përfundimisht kërkojmë përfundimin e shqyrtimit administrativ të rezultatit të verifikimit për subjektin vetë deklarues Kreshnik Ajdarit, kryetarit bashkisë Kuçov, konstatimin e faktit dhe ligjor se zoti Kreshnik Ajdari, kryetari i bashkisë nuk përfshihet në kushtet e ndalimit për të ushtruar funksionet publike të kryetarit të bashkisë. Vazhdimin e mandatit të tij si kryetari i bashkisë Kuçov. Po, mirë. Faleminderit, po zoti Maliqi dhe Fjalë e fundit. Besoj që mbas kësaj betejë mbi 3 vjeçare, besoj tek institucioni juaj që do të jep një vendim përfundimtar të drejtë kushdo qoftë ai. Faleminderit. Faleminderit, po përfaqësuesi i zotit Lefter Maliqi. Kemi gjë tjetër, ne i dham në mënyrë zgjeruar shpjegimet tona. Ne vlerësojmë që duhet të ndërpritet menjëherë mandati i zotit Kreshnik Ajdari, sepse është në 2 herë në kushte ndalimi. Mirë, faleminderit. Atëherë vendimi im në lidhje me këtë shqyrtim administrativ është vijuesi. Paraprakisht do dua të konfirmoj dhe të arsyetoj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i përmbushi ato detyrimet që rritnin për këtë institucion për të rishqyrtuar këtë çështje, duke me këtë rast duke kërkuar prej prokurorisë posaçme dokumentacionin për të cilin urdhëronte KAS-i. Kemi marrë dhe gjithë dokumentacionin tjetër shtesë në lidhje me këtë çështje. Është e qartë që ai dokumentacion tashmë njihet prej të gjithë jush dhe nuk ka një dokumentacion tjetër shtesë i cili nuk njihet prej palëve, si vendimet e komisionerit shtetëror, vendimet e KAS-it, vendimet e gjykatës administrative, vendimet e kolegjit zgjedhor, vendimet dhe aktet e gjykatës të prokurorisë posaçme dhe vendimi i gjykatës së posaçme. Cili është vlerësimi im në lidhje me këtë dhe arsyetimi im ligjor në lidhje me këtë çështje? Ne jemi para faktit ku kryetari i bashkisë Kuçov, më herët në cilësinë e tij si kandidat për kryetar bashkie, ka paraqitur formularin e dekriminalizimit dhe mbi disa ecejake administrative në fund, për mos u zgjatur,
po të gjitha këto do të jenë në arsye e vendimit tim. Me nxitje nga Partia Demokratike, po dhe nga ju si palë interesuar, zoti Lefter, ka patur një proces pasaj shqyrtimi penal për kryetarin e Bashkisë Kuçov. Në përfundim të këtij shqyrtimi nga gjykata e posaçme ka dhe një vendim penal për këtë çështje, i cili e ka sankcionuar kryetarin e Bashkisë me atë mas dënimi dhe në fund ka urdhëruar që ajo mas dënimit të shlyhet nëpërmjet orëve të punës në komunitet. Gjithë diskutimi është që aplikimi i nenit 63 në këtë rast e konsideron zotrin në cilësinë e tij sekretar bashkie në kushtet e ndalimit apo jo. Pala e kryetarit bashkisë dha argumentet e veta, pala juaj dha argumentet e veta. Ne kemi patur një qëndrim në lidhje me një rast të tillë eksaktësisht të ngjashëm, dhe jo për faktin sepse kemi patur një precedent të tillë, por të paktën në gjykimin dhe në vlerësimin tim si komisioner shtetëror dhe në kuptimin që unë kam për ligjin në këtë rast, mendoj që nuk jemi në kushtet e ndalimit për çdo subjekt të ligjit për dekriminalizimin në rastet kur është aplikuar neni 63. Ky është një qëndrim që unë e kam mbajtur kështu, vazhdoj ta kem të njëjtin qëndrim, i bindur për këtë. Është çështje e ligjit, pastaj nëse kjo është e drejtë apo nuk është e drejtë, por ligji, për kuptimin tim të ligjit flas gjithmonë, në bazë neni 63, nëse dikush ndaj dikujt aplikohet neni 63 i kodit penal, ai konsiderohet jo i padënuar, por dënimi nuk ekziston, është i paqen, është një koncept tjetër, besoj që ju si jurist të dyja palët e kuptoni shumë mirë përfaqësuesit ligjor, dallimi ndërmjet të qenit i padënuar dhe vendimit të paqen, dënimit penal të paqen, nuk ekziston. Një gjë që është e paqen është e paqen, është zero, është bashkësi boshe. Edhe te diskutimi pasaj që mund të bëhe për moralin apo tjera, fakti ligjor mbetet ky që thash, që ky subjekt në këtë rast nuk është në kushtet e ndalimit. Këtë qëndrim pasaj e ka konfirmuar edhe KAS në rastin e kryetarit të Bashkisë Mallakastër, po kështu edhe kolegji zgjedhor, i cili ka lënë në fuqi vendimin e KAS-it. E kuptoj që si çdo vendim njëra palë ka kënaqësinë e vendimit që merret, pala tjetër ka gjithë pa kënaqësinë, por bindja ime ligjore është kjo, që në rastin konkret dhe për arsyet të cilat unë listova, kryetari i Bashkisë Kuçov nuk është në kushtet e ndalimit. Faleminderit.